Një rrjet i madh kriminal që merrej me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe që drejtohej nga shqiptar, u godit nga SPAK këtë të martë. Hetimet u kryen në bashkëpunim me prokurorinë finlandeze, ku dhe hetuesit ranë gjurmët e trafikantëve. 11 urdhër arreste u lëshuan nga GKKO, nga të cilat u ekzekutuan 9, ndërsa 2 të tjerë u shpallën në kërkim. Në konferencën e dhënë për shtyp, prokurorët e posaçëm bën me dije se grupi trafikoi drogë nga Olanda dhe Spanja drejt Finlandës. Rrjetin ata e drejtonin nga Tirana, ndërsa përdorin më shumë aplikacione Telegram, Sinjal dhe WhatsApp. Kreu i SPAK tha se ata shisnin drogra sintetike, ndërsa tregoi dhe si vepronin. 4 grupe kriminale, është kjo që e para aktiviteti shtrihet në vite, e dyta organizatorët apo krijuesit e grupit preferonin të rinin në Shqipëri dhe nga këtu organizonin gjithë aktivitetin kriminal. Në hetimet tona është herë e parë faktikisht që shikojmë grupe kriminale që kanë në fokus të tyre edhe drogat sintetike, paktën në hetimet e drejtanishme është herë e parë. Tipologjia është e tillë, pak a shumë, domethënë, ky grup kriminal kishte krijuar një rrjet të tyre në Finland, kishin bazat e tyre në Finland dhe në mënyrë periodike her pas here dërgonin nga Shqipëria përfaqësues të tyre, shtetas shqiptar, të cilët shkonin në bazat e përcaktuara dhe me mbërritjen atje fillonin aktivitetin e shitjes në narkotika. Në krye të grupit qëndronin 2 persona nga Vlora, të cilët bashkëpunonin me njerëz nga Kuçova e Berati, një pjesë të cilëve me banim në Tiranë, por që organizonin të gjithë linjën e trafikut. Përveç shtetasve shqiptar, finlandez dhe polak, ka shumë shtetas rumun, të përfshirë antarë të grupeve strukturuara kriminale, shtetas aziatik dhe shtetas afrikan. Karakteristike tyre grupeve ka qenë bashkëpunimi tyre me njëri tjetrin. 2 nga grupet janë grupe të cilat organizonin trafikimin që nga Shqipëria për ta dërguar nga Spanja apo Hollanda në Finland, dhe pa atje kishin rrjetin e tyre edhe të shpërndarjes. Për sa i përket krerëve të grupeve, një pjesë e tyre kanë qenë më parë të ndjekur penalisht në Finland, kanë qenë të evidentuar në Shqipëri. Aksioni u zhvillua pas 2 vitesh hetime. Gjatë aksioneve të zhvilluara në kuadër të këtij hetimi, janë sekuestruar rreth 300 kg drogë, konkretisht 170 kg amfetamin, 10 kg kokainë dhe 100 kg kanabis. Po ashtu janë proceduar 54 persona, shumica e të cilëve janë dënuar në Finland. Grupi bashkëpunonte kryesisht me finlandez, po dhe njerëz nga Afrika apo vende të tjera europiane.